Vetëm një ditë para nisjes së edicionit të 20 të Festës së Birrës, në polin e eventeve pranë Drenovës vijojnë përgatitjet e fundit për pritjen e mirë ja vizitorëve. Për herë të parë, festa do të zhvillohet në këtë hapësirë të re, ndërsa për 5 net, qyteti i Korçës pritet të kthehet në një nga destinacionet kryesore të argëtimit dhe turizmit në vend. Kryetari i Bashkisë Korç, sot Iraq Filo, gjetë në deklaratë për mediat e cilësoi Festën e Birrës si një nga eventet më të rëndësishme në Shqipëri, duke theksuar se 20 vjetori shënon një moment të veçantë në historinë e aktivitetit. Mirë, jemi në polin e eventeve në afërsitë të Drenovës, ku janë duke bërë përgatitjet e fundit për të përgatitur vendin ku nesër do të fillojë edicioni 20 i Festës të Birrës. Festa e Birrës është një event madhor, jo vetëm për Korçën, por Shqipërinë, i cili është, do të thoja, sinonim i gushtit në Korçë. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm i këtij edicioni është zhvendosja e aktivitetit në polin e eventeve. Sipas kryebashkiakut Filo, hapësira e re ofron më shumë mundësi për organizimin e eventit dhe për pritjen e numrit të lartë të vizitorëve. Festa këtë vit ka 2 risi. Risia e parë është, siç thash, 20 vjetori, pra është një përvjetor. Janë 20 vite ku kjo fest është rritur dhe është bërë sot një nga eventet më të mëdha në Shqipëri dhe për këtë arsye edhe në çmimet e aplikacionit TEAT dhe nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, Festa e Birrës mori çmimin si eventi më i vlerësuar në këtë aplikacion nga ana e vizitorëve vendas dhe të huaj. Por krahas përvjetorit kemi dhe risinë e dytë, që është zhvendosja e festës nga pozicioni ku ka qenë zhvilluar vitet e fundit tek terminali i autobuseve në polin e eventeve. Është një hapësirë fantastike, siç e shihni, që krijon më shumë frymëmarrje dhe më shumë prezencë për t'ju ofruar magjinë që kjo festë synon t'ju jap të gjithë pjesëmarrësve, të gjithë vizitorëve që do të bëhen pjesë e saj. Përgjatë 5 netëve të festës, organizatorët kanë parashikuar një program të larmishëm artistik me emra të njohur të muzikës shqiptare dhe ndërkombëtare, ndërsa pjesë e pandare e eventit do të jenë birrat vendase e të huaja dhe gastronomia tradicionale korçare. Dhe më vjen mirë që në këtë 20 vjetor kemi mundur të realizojmë edhe një premtim të rëndësishëm, siç është ndërtimi i kësaj qendre të eventeve, që do të jetë në funksion jo vetëm të Festës të Birrës, por edhe të shumë eventeve të mëdha në funksion të zhvillimit të turizmit në Korçë. Edhe këtë vit do të kemi 5 net, ku jemi kujdesur që të kemi miksin e dur, pra kombinimin e dur ndërmjet programit artistik këngëtarëve, që do të jenë nga këngëtarët më të njohur në Shqipëri, por edhe ndërkombëtar, kemi edhe këngëtarë nga vendet fqinja, dhe patjetër edhe produkteve tradicionale, ku kryefjala janë birrat vendase dhe birrat e huaja, por edhe gatimet tradicionale të Korçës, kërnacet, salçiçet e prodhuesve korçar. Në prag të nisjes së eventit, kryebashkiaku ka falendëruar të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin dhe zhvillimin e Festës së Birrës ndër vite, nga strukturat e bashkisë dhe ndërmarrjes së shërbimeve publike, te kompanitë pjesëmarrëse dhe partnerët e eventit. Do doja që në këtë 20 vjetor të falenderoja të gjithë ata që kanë mundësuar këtë histori suksesit kësaj feste, duke filluar nga stafi i bashkisë, stafi ndërmarrjes shërbimeve publike, që kanë punuar me përkushtim, patjetër kompanitë pjesëmarrëse, kompanitë e birrave, kompanitë e produkteve të tjera ushqimore, por edhe partnerët tanë, Media Production, që është partneri me cilën ne kemi implementuar këtë fest në vitet e fundit. Në fund, Filo ka ftuar qytetarët e Korçës, banorët e rajonit dhe turistët që kanë zgjedhur juglindjen për pushimet e gushtit, që t'i bashkohen festimeve të 20 vjetorit. Do doja ta mbyllja duke i ftuar të gjithë qytetarët e Korçës, qytetit, bashkisë, të rajonit Korçës, por edhe gjithë vizitorët që kanë zgjedhur juglindjen e Shqipërisë për të kaluar këto ditë, për të bërë pjesë e kësaj feste dhe për të shijuar magjinë e saj. Me një hapësirë të re, 5 net festë dhe një program të pasur artistik e gastronomik, Korça është gati të presë mira vizitorë në edicionin jubilar të Festës së Birrës. 20 vjetori synon të sjellë një tjetër rekord pjesëmarrjeje, duke e kthyer edhe këtë gusht qytetin në një nga destinacionet kryesore të turizmit dhe argëtimit në vend.